35 janë kërkesa për të shkuar dhe për të marrë mbeturinat vëllimore nga shtëpitë e qytetarëve, që për ditën e parë është një lajm i mirë, sepse është një lehtësim jashtëzakonisht i madh edhe për qytetarët, edhe për drejtorinë e shërbimeve publike, por sigurisht edhe për operatorë, e më shumti për ambientin dhe hapësirat publike, sepse gjithë ato gjërat që qytetarët e kanë ndërmend t'i largojnë nga shtëpitë e tyre, tani më nuk ka nevojë që t'i hudhin te kontinjert apo t'i lojnë në rrugë, por është mundësia që ti presin operatorët te shtëpia e tyre, ti qesin para shtëpisë së tyre dhe operatorët i marrin dhe në këtë formë është interes publik i përbashkët për kryeqytetin. Po, patjetër, leutrim që të mos marrë dhe më shumë kohë, faleminderit shumë për këtë përgjigje dhe për këto informata që i dhe për ne. Shumë faleminderit edhe juve, ju uroj ditë mbarë e mirupafshim. Faleminderit shumë gjithashtu. Dhe me kaq